Partia Demokratike e Kosovës edhe sot, në mëngjesin e sotëm ka qenë para dyerve të qeverisë për të kërkuar dhe njëherë nga Albin Kurti kthimin e tij në kuvend, thirrjen e seancës plenare siç e obligon aktgjykimi i gjykatës kushtetuese dhe rregulloria e punës kuvendit dhe kthimin e rendit ligjor të Republikës Kosovës. Edhe sot, nga kjo foltore, ju bëjmë thirrje deputetëve të zgjedhur të lëvizjes së vetëvendosje që të bëhen pjesë e seancës sepse Kosova sot ka probleme shumë të mëdha. Prandaj mënyra se si ata po sillen, duke u pamundsuar deputetëve të Republikës të zgjedhur me votë të qytetarëve në zgjedhjet e qershorit, ta ushtrojnë mandatin e tyre, është krejtësisht e padrejtë. Pra neve po na pamundsohet që ta ushtrojmë funksionin ton, ndërkohë që problemet e Kosovës po vazhdojnë të rriten. Prandaj thirrja jonë do të jetë e përsëritshme ndaj Avni Deharit, i cili po vazhdon të jetë i nënshtruar dhe nuk po e kryen rolin e tij në funksionim të rregullores dhe të kushtetues së Republikës. Pra i bëjmë thirrje që të vinë kuvend e të mos e vazhdojnë këtë betejë të bllokimit të institucioneve të Republikës Kosovës në mënyrë të kundërligjshme. Po shkelin rregulloren, po shkelin kushtetutën, po shkelin aktgjykimin final të gjykatës kushtetuese dhe nuk po vinë këtu për të përmbushur mandatin e tyre. Prandaj kjo sjellje politike duhet të ndalohet sepse kushtetuta duhet të jetë mbi secilin deputet të zgjedhur dhe nuk mund të jetë asnjë individ i vetëm, as Albin Kurti, asnjë deputet i zgjedhur mbi kustetutën, mbi shtetin, mbi institucionet e Republikës Kosovës. Kjo sjellje e tyre, e cila po duket që po provohet të shndrohet në një sjellje normale, është krejtësisht e pafalshme. Ne po i përmbyllim pothuajse afatet, në fakt jemi në tejkalim të afateve kushtetuese dhe nuk mund një parti që ka fituar 47% të besimit të qytetarëve të Kosovës të jetë bllokuese. Pra po kërkojmë, dje kanë qenë prodhuesit vendor para qeverisë, sot kemi pasur para qeverisë komunat cilat janë para kolapsit, e kanë paralajmëruar protesta. Ditëve në vazhdim do të kemi kategori tjera të qytetarëve cilët sot janë të zënë peng nga një parti që po refuzon, po në anën tjetër uzurpon qeverinë dhe nuk i kryen detyrat e saj kushtetuese për t'i dhënë drejtim institucioneve të vendit. Natyrisht unë dua të falenderoj edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila sot është bërë po ashtu pjesë e jona para qeverisë dhe edhe një herë para jush, duke ju falenderuar, bëj thirrje të vetëvendosja që të vinë kuvend dhe ta zbatojnë një herë e përgjithmonë rregulloren, sepse ata tashmë janë të njohur për mos respektim të kushtetutës, të rregullores dhe për mos respektim të institucioneve të vendit që përpasoj kanë defunksionalitetin e shtetit Kosovës. Pra Kosova është në një situatë absolutisht të paprecedent. Jemi në një situatë të rëndë dhe këto kriza të njëpasnjëshme duket që i konvenojnë vetëm një njeriu. I konvenojnë Albin Kurtit dhe thirrja jonë është që ai të kthehet në kuvend sepse askush sot nuk do të marrë asgjë nga ai. Ne kërkojmë që të jemi në kuvend ta ushtrojmë mandatin tonë si deputet të opozitës dhe thirrja jonë e vazhdueshme është që ky rend ligjor që tashmë është i sankcionuar, ky rend ligjor që në fakt sot është totalisht i dalë nga sistemi, të kthehet në funksionalitet sepse Republika e Kosovës e thash që është shumë fish më e madhe se sa egoja personale e Albin Kurtit. Partia Demokratike e Kosovës e ka qartësuar pozicionin e saj, ne nuk kemi nevojë më që të takohemi me Albin Kurtin, sepse këto takime është parë mirëfilli që janë takime farse, sepse po të kishte vullnet Albin Kurti, e para do ta konstituante kuvendin e Kosovës, ashtu si që obligon rregulloria dhe kushtetuta, dhe e dyta do të sillej në përpikmëri në harmonit plot me rregullat dhe ligjet e Republikës. Pra ne nuk do të takohemi me Albin Kurtin, sepse këto takime tashmë është parë që janë takime që i shërbejnë vetëm zvarritjes së procedurave për ta quar Kosovën drejt, duket që për ta quar vendin drejt zgjedhjeve të reja, në të kundërtën nuk janë takime që kanë prodhuar diçka, prandaj ne jemi të qartë, nuk do të takohemi më, por ftesa, kërkesa, thirrja jonë është që të kthehemi tek konstituimi,
na mundsohet ta kryjmë detyrën tonë, të jemi në shërbim të qytetarëve të Kosovës dhe të mos bllokohemi nga, po e them, arroganca e Albin Kurtit. E para tashmë është e qartë e bardhë në të zezë që kushtetuta është shkelur, nuk është shkel vetëm kushtetuta, është shkelur akt gjykimi final i gjykatës kushtetuese. Është shkelur rregullori akt punës kuvendit që obligon mbajtjen e seancave çdo 48 orë. Dhe obligim parësor i yni i secilit qytetar të Republikës, por edhe neve i yni që jemi përfaqësues tyre, është që të konstituohet kuvendi. Çështja e presidentit është temë tjetër dhe Albin Kurti sot e ka mundësinë pa 22 deputet e Partisë Demokratike të Kosovës që ta zgjedh presidentin. Por nuk mund të flitet për marrëveshje politike pa u konstituar kuvendi dhe organet e tij. Prandaj ne do t'i vazhdojmë aksionet tona, do t'jemi çdo mëngjes para qeverisë, derisa ata t'i lshojnë ato zyre që i kanë uzurpuar kundërligjshëm. Ka një vendim të Gjykatës Supreme që saktëson që ata kundërligjshëm bajnë 2 pozita, janë deputet betuar dhe ushtrojnë funksione të 2 fishta kundërligjshëm. Pra ata nuk mund të marrin peng qeverinë e të mos e lejojnë funksionimin e këtij organi, këtij institucioni të rëndësishëm dhe na pamundsohet neve. Të mbyllet dera e sallës siç ndodhi një ditë, të mos ketë mikrofona, të mos ketë zërim, deputetëve të mos ju dëgjohet zëri, vetëm ky zë dëgjohet fal jush që jeni sot këto për të ndihmuar edhe më shumë funksionimin dhe për të informuar opinionin publik. Prandaj po e them, ne do të vazhdojmë të jemi aty dhe do ta kryjmë detyrën tonë deri në kthim të ligjshmërisë dhe të kushtetutshmërisë. E para thirrjet e SHBA-s janë thirrje të cilat edhe ne në mënyrë konsistente i kemi bërë. Pra çfarë po kërkojmë ne? Po kërkojmë respektim të kushtetutës dhe të ligjeve, sepse një shtet që nuk ka rend ligjor dhe nuk respekton ligje, ne e dim mirëfilli se ka orientohet. Prandaj dhe thirrjet e sotme të SHBA-s janë pikërisht në rrugën që ne po e kërkojmë, është shqetësim i madh sepse Kosova, duke qenë defunksionale, po mbetet e izoluar dhe larg partneritetit dhe po humb po ashtu edhe në kuptimin e mirëqenies ekonomike, sociale, shoqërore, që sot është më e cënuar se kurrë. Prandaj e thash edhe një herë që unë pres masovizim të protestës sonë, ditëve në vazhdim ju do t'jeni dëshmitar që kategori të shumta shoqërore do t'jenë bashkë me ne për të demonstruar edhe një herë nevojën e funksionalitetit të institucioneve të Republikës. Këto protesta janë përkthim të ligjshmërisë dhe të kushtetutshmërisë dhe secili që sot jeton në Kosovë e do një Kosovë funksionale që respekton rendin dhe ligjin, prandaj unë pres që masovizimi të jetë deri në kthimin e ligjshmërisë, ne do t'jemi edhe në kuvend, do t'jemi edhe para qeverisë, por nuk do t'i përjashtojmë edhe aksione tjera në nivel të vendit me qytetarët e Republikës. Detyrën tonë, të jemi në shërbim të qytetarëve të Kosovës dhe të mos bllokohemi